përsëri jam këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra e kryeministrit, i cili rezulton jo vetëm i implikuar në mega aferat më të mëdha korruptive në historinë e Shqipërisë dhe të Europës, por rezulton dhe pengesa më kryesore e funksionimit të drejtësisë, që ka përbën një krim të rënd në vetvete. Emri Edi Ramës lidhet me akuzën direkte të raportit të OSBE-s në vitin 2014, në cilin njoftoi se Edi Rama mori detyrën e kryeministrit duke patur të depozituara në bankat offshore 200 milion euro. Ndaj kësaj akuze konkrete, Edi Rama nuk ngriti asnjë lloj padie, civile apo penale, për të mos thënë që e ka përdiu me heshtje të plot. Edi Rama u bë kryeministër me sarajet e Surrelit mbi shtëpinë, saraje me gjatësi themelesh 57 metra, 2 herë më të gjata se vila e ish diktatorit Hoxha.